Për 20 ditësh, Shqipëria u kthye në syrin e një cikloni digital. Një vërbull shumë fish më e madhe se sa vetë për masa e vendit tonë, e cila përfshiu bashkëqytetarët tanë, të reja, të rinj, familjar me karroca fëmijësh, patriot digital, punonjës të mirë paguar bankash, komedian të kthyer në kandidat, delirant me qeleshe, intelektual me kapele republike, njerëz nga çdo anë e botës, media sociale dhe tradicionale nga të gjitha kontinentet, organizata vendase dhe të huaja, parti politike në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara, aktorë të biznesit të turizmit në rajon dhe aktorë shtetëror malinj ndaj Republikës Shqipërisë.